Ndërtimi i 2 godinave të banimit 8-4 në zonën e ish frigoriferit në Vlorë, me sa duket, nuk do të përfundojë as këtë vit. Ky projekt, i cili duhet të kishte përfunduar shumë muaj më parë, sot të jep përshtypjen si një punë e cila nuk do të përfundojë kurrë. Përgjatë vitit 2025, me sa duket, 2 pallate 8-4 në lagjen Kushtrimi kanë mbetur në po të njëjti realitet. Përgjatë këtij viti, aty mund të jetë vendosur ndonjë dritare apo derë re, por vetëm kaq. Më tepër, punimet kanë qëndruar të pezulluara prej muajsh, se sa është punuar tek tuk ndonjë ditë. Përgjatë këtij viti, i cili po shkon tashmë drejt fundit, pati një shpresë të madhe se ndërtimi i 2 godinave të banimit do të përfundonte. Kjo për shkak se në nisje të vitit kishte mbetur shumë pak për përfundimin e këtij projekti, por gjithçka me sa duket mori një tjetër rrjedh. Punime prej janarit u pezulluan dhe në zonë në realizimin e fazës përfundimtare të këtij projekti nuk u punua më. Punimet mbetën të pezulluara për shumë muaj deri në tetor, kur do të dilte një tjetër firmë e cila u kontraktua që të përfundonte ndërtimin e 2 godinave të banimit. Firma e re nisi aty montimin e dyerve dhe dritareve, por njësoj si firma e parë, edhe ajo për pak ditë u largua. U montuan vetëm disa dyer dhe dritare dhe puna sërish u ndërpre në mes, për të mos nisur më deri më tani. Këto banesa do të jepen me anë të kredive bankare. Ato janë shtëpi me kosto të ulët, të cilat do t'ju shërbejnë një kategorie të saktuar të qytetarëve, të cilët do t'i përfitojnë duke i marrë me kushte të lehtësuara. Numri i personave që ka nevojë për një shtëpi në qytet është relativisht i madh, por ndërkohë që qytetarët kanë vite që presin për të aplikuar, nuk po punohet as pak për përfundimin e këtyre banesave. Përfundimi i këtij projekti sigurisht që mban pezull edhe aplikimet, të cilat nuk janë çelur, ku me qindra familje presin me shpresën se një ditë ky pallat do të përfundojë së ndërtuari. Ndërkohë që pezullimi i punimeve për ndërtimin e 2 godinave 8-4 të banimit mban pezull edhe rehabilitimin e zonës së ish frigoriferit, ku kujtojmë se ka një kontratë të lidhur mes Bashkisë së Vlorës dhe entit kombëtar të banesave. Me përfundimin e 4 objekteve të banimit 8-4 do të nis aty edhe rehabilitimi i territorit. 2 godina banimit 8-4 janë sot në funksion dhe të banuara, ndërsa 2 të tjera vazhdojnë të jenë të pezulluara. Kantieri i ndërtimeve ndërkohë ka zënë edhe një pjesë të konsiderueshme të hapësirës territoriale që duhet të shfrytëzohet nga banorët dhe ka ndikuar madje edhe në shtimin e ndotjes në zonë. Ndërtesat, të cilat ende nuk janë përfunduar së ndërtuari, vjojnë ndërkohë të amortizohen. Sa më tepër kohë kalon, ende pa u vendosur fare në funksion, kanë filluar që të pësojnë edhe dëmtimet e para.